me që rastet e tilla i kemi kanë tendencë rritjes në numër, atëherë duhet parë si mundësi, besoj unë, nga mekanizmat e shtetit që të ketë spote sponsorizuese në për media elektronike, në për rrjete sociale, se sa është dënueshmëria rasteve të tilla, pra sepse vërtet janë shqetësuese këto dhe nuk duhet, shteti nuk është organizatë jo qeveritare e rasteve të tilla dhe pastaj të aktgjykimeve dhe pastaj të kemi një raport përmbledhës që kaq ishin vitin e kaluar, kaq. Shteti duhet merr masa sepse rëndësishme është preventiva, se pastaj masat represive ndodhin domosdoshmë ndodhin, sepse askush nuk mund të shmangët drejtësisë në rastet e tilla, sepse në shumicën e rasteve nuk ka parashkrim fare të vepra penale. Dhe kurdo që arrestohen, njëjtit do të vëhen para drejtësisë. A bie edhe më tepër ajo barra e përgjegjësisë tek institucionet, sidomos në rastet kur të dyshuarit janë edhe të njohur por organet e drejtësisë, pra kanë edhe vepra të tjera në recidivist. Shikon, në parim nuk duhet fajsu në blok mekanizmat shtetëror për ndodhin e këtyre rasteve, sepse fatkeqësisht ka gjithandej nëpër botë që ndodhin dhe janë vështirë të preventueshme dhe të parashikueshme rastet e tilla, por meqense ka një numër të madh të rasteve të tilla, atëherë shteti nuk duhet mjaftohet me këtë konstatimin që ndodhin gjithandej nëpër botë, por duhet ndërmarrë veprime të caktuara. Atëherë përgjegjësia të shteti kalon në qoftë se nuk ndërmerr veprimet e tilla, ndërsa sa i përket asaj që thoni ju që janë të njohur për publikun, aty natyrshëm që ky është segmenti i drejtësisë, pastaj recidivizmi dhe çdo kush që përsërit kryen e veprës penale, këto pastaj kodi i përcakton si rrethana rënduese në kuptim të shqiptimit të dënimit për kryen e veprës dhe natyrshëm që nuk mund të dënohet dikush që ka kryer një vepër për herë të parë, më pak se sa dikush që mund ta përsërit veprën. Po kam fjalën në parim, sepse këto vepra për vrasje të rënda këto kanë dënueshmërinë shumë të lartë, mandej është një nga dënimet më të larta në kod sipas kodit penal. Pra, përgjegjësia e shtetit mund bie në mosveprim. Prandaj ne nuk po shohim ndonjë hap konkret fatkeqësisht të institucioneve të vendit që kanë ndërmarrë viteve të fundit për të mundësuar, paktën për të provuar që të zvoglohet trendi i këtyre rasteve.